përshëndetje për organizimin dhe faleminderit për ftesën organizatorëve. Urime dhe për gjitha prezantimet shumë dinjitoze. Faleminderit edhe juve që jeni të pranishëm, duke qenë se koha është pak, po themi e vonë, do mundohem të jem sa më koncize dhe e sakt në prezantimin e temës. Në fakt, unë do jap një tjetër përshasje ndaj dhimbjes kronike, atë më klinike dhe më po themi koncize, siç e kemi ne mjekët anestezistë, unë jam mjek anesteziste pranë Spitalit Hyjeja. Profesor Vyshka, në fakt, ne kemi pak më praktike menaxhimin e dhimbjes edhe po themi perceptimin edhe objektivizimin e shkallës së dhimbjes, duke qenë se dhimbja është një perceptim i cili nuk është se ka një shkallë, po themi objektivizimi dhe shumë subjektive si ndjesi. Ne si mjek anestezist mundohemi po themi objektivizojmë në këtë shkallë, duke marrë po themi një përshasje sa më precize. Duke qenë se dhimbja kronike është një ndër shkaqet më kryesore të invalidizimit në pacient, duke përbërë po themi diku te 14% të gjitha rasteve të invalidizimit, përbën një ndër shqetësimet më të mëdha të shëndetit publik dhe menaxhimi i tij sigurisht është një sfidë globale. Dhimbja kronike e perceptuar si një dhimbje e cila është në mënyrë të vazhdueshme mbi 3 muaj ose përtej kohës normale të shërimit të një dëmtimi, shpeshherë është e pranishme dhe pa praninë e një dëmtimi real. Është një ndër po themi prevalencat më të larta të dhimbjes të gjetura në Europë, diku tek 12 deri në 48% të rasteve, pavarësisht se duhet të trajtohet gjithmonë nga specialistët, përbën rreth 22% të gjitha konsultave të mjekëve të përgjithshëm apo mjekëve të familjes dhe vetëm 2 deri në 3% kanë kontakt me mjekët specialistë. Cilat janë faktorët e riskut, seksi femër, moshat e rritura, një edukim po themi i mangët dhe papunësia. Sigurisht edhe faktorët apo fenomenet ambientale janë shumë të rëndësishme, ku nuk mund të lëm pa përmendur stresin, i cili është në mënyrë të pashmangshme e lidhur si faktor psikosocial me dhimbjen. Ndarjen nuk po zgjate, meqenëse se u ndalën shumë mirë kolegët më përpara, as në mekanizmat fizpatologjik, duke qenë se profesor Vyshka u zgjate edhe më gjatë, cilat janë po themi shtyllat në cilat ne mbështetemi në trajtimin e dhimbjes kronike. Sigurisht është një temë shumë e gjerë dhe trajtimi është multidisiplinar. Ajo çfarë ne përpiqemi po themi në mënyrë praktike të bëjmë është që ta fillojmë trajtimin me terapinë edukative, me edukimin e pacientëve, me terapitë jo farmakologjike, në një hap të dytë terapia apo analgjezia regionale, të cilët ne anestezistët e kemi shumë qejf, apo infiltrimet regionale, si hapi i tretë është mjekimi analgjezik i opioid dhe hapi i fundit është opioidët sistemik. Sigurisht nuk është se kemi vetëm një mjekim të caktuar, mjekimi është shumë individual edhe janë shumë hapa të cilët duhet të ndiqen për të trajtuar dhimbjen kronike në secilin pacient, duke filluar nga ato mjekime që ne i përdorim për dhimbjen akute, siç mund të jenë opioidet apo antiinflamatorët jo steroid, përgjithsisht antiinflamatorët, mund të jenë një fillim i mirë i mjekimit të dhimbjes kronike, sidomos në fillimet apo në hapat e para dhe në fazën subakute të tyre, por për shkak të efekteve anësore nuk është se indikohen në terapi afatgjata, gjithashtu dhe mjekime me antiepileptik dhe antidepresant për shkak të efekteve të tyre anësore nuk janë të rekomanduara për një kohë shumë të gjatë. Gjithashtu injektimet apo mjekimet neuromodulatore janë teknika shumë specifike të cilat duhet të bëhen nga mjek specialist, edhe këto hasin vështirësi në aplikim. Atëherë çfarë duhet të bëjmë praktikisht, ashtu siç edhe e theksuam më përpara,
mjekimi është shumë individual dhe çdo pacient duhet marrë një mjekim hap pas hapi, duke filluar mbase që në fillimet e traumave, nëse do flasim për streset post-traumatike, sigurisht mjekimi në origjinë është ai që është më efektivi, jo vetëm në dhimbjet kronike, po në të gjitha llojet e situatave klinike, le të themi kështu. Opioidët janë, po themi, mjekimi që ne kemi më shumë qejf sepse jemi më familjarë dhe i përdorim më në përditshmërinë tonë, pavarësisht se në një kohë, sidomos në kohët që jetojmë, mjekimi me opioid është i mbi mjekuar, le të themi kështu, edhe pavarësisht se gjithmonë lobohet që nuk duhet të përdoren për një kohë shumë të gjatë, gjithsesi përdoren për një kohë shumë të gjatë, duke qenë se ofrojnë, po themi, atë mjekimin më të shpejtë dhe më të lehtësimin më të madh të dhimbjes. Nëse ne jemi detyruar të fillojmë mjekime me opioide, duhet përdoret sigurisht për një kohë të shkurtër, duhet të fillohet me dozën minimale të dhënies së opioidëve dhe të bëhen rikontrolle periodike të këtyre pacientëve, sidomos mbas 6 muajsh dhe stopimin, po themi, të terapisë me opioid nëse kemi shfaqje të efekteve anësore që mund të jenë nga më të thjeshta, siç mund të jenë shqetësimet gastrointestinale, në marrjen e mendve apo deri në çrregullimet e përdorimit të opioideve, overdoza dhe përfundimet fatale. Shumë të kujdesshëm duhet të jemi sidomos në rastet kur kemi ekuivalent të përdorimit të morfinave mbi 50 mg për kilogram peshë në ditë. Pjesë e problemeve që mund t'japi përdorimi i opioidëve në përditshmëri është edhe rritja në peshë dhe obeziteti, që lidhet jo vetëm me zakonet jo të mira të ushqyerjes tek këto pacientë apo marrja kalorike e lartë e përditshme, por edhe në mungesë apo dëmtim të përthithjes vitaminës D dhe magneziumit, sidomos në pacientë të cilët kanë dhimbje siç janë fibromialgjia, dhimbjet e mesit kronike, migrena dhe dhimbjet muskuloskeletore. Gjithashtu është parë që këto pacientë kanë tuar të sheqernave dhe të aditivëve në ushqimor në jetën e përditshme dhe ushqimeve të procesuara. Pse akuzohen kaq shumë opioidët për mbidozim, sepse çdo 90 minuta një person vdes nga keq përdorimi i këtyre drogave dhe në periudhë kohore një vjeçare, po themi në vit, kemi më shumë vdekje nga overdoza se sa nga aksidente dhe në realitet vetëm 30% të gjithë pacientëve që marrin mjekime me opioid përjetojnë një lehtësim të real të simptomave të tyre. Opioidet janë shumë të mirë nëse ne i përdorim në kushte emergjence, në periudhën e procedurave kirurgjikale, në dhimbje akute, në pacient onkologjik dhe në pacient terminal, patjetër. Në pacientët onkologjik, kombinimi apo dhënia e tyre në studime të shumta që bëhen, është parë që mbi 72% të tyre kanë një jo vetëm opioid në kohë të gjatë, por kanë të nevojshme dhe domosdoshme të marrin dhe mjekime të tjera plus. 8% të tyre është parë që marrin doza shumë të larta, të cilat rrezikojnë mbidozimin me opioid dhe në 25% të rasteve është parë që kemi dhe kombinim me benzodiazepina, të cilat po themi potencojnë jo vetëm efektin analgjezik, po edhe efektet anësore dhe dëmshme, sidomos frenimin e qendrës respiratore, të cilët ne kemi jo shumë qef nëse pacienti nuk është në kushte spitalore. Përdorimi i opioidëve, ashtu siç e thash, duhet të jetë shumë i kujdesshëm dhe të kemi një informim shumë të mirë dhe të saktë të pacientit mbi efektet që opioidi ka, jo vetëm efektet e mira, por edhe efektet anësore, dhe duhet të jemi shumë të sigurt që pacienti ka kuptuar dhe është dakord në përdorimin e tyre. Më poshtë kam përmbledhur një dozim fillestar, ditor dhe maksimal për secilën nga opioidet të cilat ne i përdorim më në përditshmëri. Sigurisht kujdesi ndaj overdozës dhe përdorimi i naloksonit duhet të jetë gjithmonë i parasysh në momentin që japim opioid apo plotësojmë ato mjekimet tona me opioid. Një ndër metodat më të mira që pacientët mund të sigurojnë janë naloksonet nazal apo sprejt nazal, të cilët mund të janë më të gjetshëm, po themi, dhe shumë të aksesueshëm për pacientët në kushte
jo spitalore. Mjekimet të tjera, për shembull mjekimi me medikamentet me bazë kanabis nuk janë të rekomanduara jo vetëm në dhënje në përditshmëri, po për te kontekstit eksperimental nuk duhet të përdoren. Mjekimi me antidepresiv mund të jetë një ndër alternativat, sidomos në rastet e neuropative, por has shumë diskutime dhe kjo për shkak të efekteve anësore që kanë këto medikamente. Për sa i përket sëmundjes dhimbjes nociceptive, kam përmbledhur, po themi, një pjesë të rekomandimeve më të forta të shoqatave të ndryshme, siç është ajo geriatrike amerikane, skoceze dhe departamentit shëndetësor amerikan, të cilat gjithmonë më shohin fillimin me hapat e para të paracetamolit, pastaj në një moment të dytë shtimin e antiinflamatorëve, steroid dhe opioidët si, po themi, hapi i fundit apo përfundimtar. Sa i përket sëmundjes neuropatike, ashtu siç e thash, fillimi i mjekimit me antidepresive dhe pastaj kombinimi me injeksione apo me bllokëshe lokoregionale dhe në fund përdorimi sistemik i opioidëve si hap, po themi, përfundimtar. Gjithashtu, ajo çfarë duhet të kemi parasysh është që mjekimi fillon jo vetëm me pjesë medikamentoze, si po themi shpëtimi apo mënyra më e shpejtë që kemi ne për t'i hequr, po themi, vuajtjen pacientit dhe për të marrë dhe në një satisfaksion në këmbim. Terapia psikologjike, ashtu siç e theksoi dhe doktoresha pak më përpara, të bërit të kuptuarit të pacientëve kush është origjina e fillimit të dhimbjes së tyre kronike, edhe bashkëjetimi i tyre i përditshëm me dhimbjen mund të jetë një ndër hapat më kryesor se si mund të, po themi, kemi fillimin e një trajtimi të duhur. Terapi kognitive sigurisht në rastet e këtyre pacientëve janë shumë të rëndësishme, jo vetëm për të kuptuar origjinën dhe, po themi, për të filluar një farë mjekimi, por edhe me mënyrën se si këto pacientë sillen në jetën e përditshme, si ndikon dhimbja kronike në cilësinë e tyre të jetës apo në menaxhimin e streseve të përditshme, sidomos në sjellje në punë, se si përballohen këto streset e punës apo sfidat e përditshme që pacientët kanë. Alternativat e tjera, siç mund të jenë për shembull akupunktura dhe përdorimi i elektrostimulimit që përdoret më shpesh në fizioterapit, sigurisht jep një farë lehtësimi, jo vetëm të simptomave, por ndihmon dhe në riaftësimin e pacientit dhe, po themi, përshtatjen më të mirë në jetën e përditshme. Se përket dhimbjeve të shpinës, dhimbjes kronike të shpinës, që është një ndër faktorët kryesor apo një ndër dhimbjet kronike më të shpeshta që ne si mjek klinicist hasim, duhet të kemi parasysh që ushtrimet, masazhet e ndryshme, programet e ndryshme të ushtrimeve fizike, akupunktura, masazhet, po themi, jo vetëm të pjesës së shpinës, po edhe të pjesës tjetër të trupit, janë të indikuara dhe kanë një farë përfitimi në menaxhimin e këtyre dhimbjeve, ndërsa traksioni, terapia me ultrasound edhe përdorimi i stimulimit elektrik të jashtëm nuk indikohen sepse nuk është parë të kenë ndonjë, po themi, përfitim afatgjatë. Në përfundim, dua të theksoj edhe një herë që përdorimi i opioidëve duhet të jetë vetëm në rastet e dhimbjeve akute, nëse ne jemi detyruar t'i përdorim, duhet t'i përdorim për një kohë relativisht të shkurtër dhe të kemi një kontakt të shpeshtë me pacientët, çdo 1 deri në 4 javë mundësisht. Përshkrimin e naloksonit dhe qartësimin e pacientëve që riskun mbi dozimin nëse nuk ndiqen këshillat në mënyrë të saktë për përdorimin e tyre. Benzodiazepina duhet jemi shumë të kujdesshëm në përshkrim, sepse nëse kombinohen me opioid, gjithashtu mund të jenë një ndër shkaqet më kryesore të mbidozimit edhe në pasoja fatale. Faleminderit.